Sa Abdylli bë të mundur bashkë me kolegët tuaj një tjetër aktivitet shumë serioz dhe shumë interesant. Besoj që i kënaqur kur gjërat shkojnë mirë as më tepër me fitore. Po, bashkë me stafin tonë Kiss of Fire, bëam një këtë aktivitet në München, edhe prishmërit, domethënë mëna prishmërive doli, aktivitet shumë i mirë, neshje shumë bukura, edhe shpresojmë vazhdojmë edhe më gjatë. Duket si po rritet edhe niveli i boksierëve tanë edhe me kundërshtar shumë fort. Po, absolutisht. Biles neshja e Drinit dhe e Kajoshit ishte sonde një nivel shumë i nalt, nga që kemi parë deri më sot një neshje të zhvilluar, edhe besojmë që të shkojmë në nivele më të nalta edhe neshje shumë më të bukura. Kolegu ju mundi ndodha që kemi synime shumë ambicioze. Po, absolutisht, synimet janë kanë prej fillim ambicioze, edhe vazhdojmë të kenë ambicioze. Falë punës boksierave dhe stafit tonë Kiss of Fire, inshallah punojmë edhe më fort me arritë dhe manel që djemë me qu nivele më të nalta të boksit. Po bëni të mundur që boksierët shqiptarë të bëhen të njohur edhe në rinjë të ndryshme europiane, Gjermani, Anglia apo vende të tjera. Po, këta janë vendet momentalisht ku është boksi i përqendruar, Gjermani, Anglia. Shpresojmë të hime edhe në rangjet më të mëdha që janë të Royal Season, që janë në Abu Dhabi, në Arabi e tjerë, ku bëhen evente madhështore. Kena synime që me vazhdu atje me hyrë në për ato evente. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.